Unë jam antare bordi e shoqatës Laskarina Bubulina. Pasioni im është piktura dhe jam përfaqësuar me disa piktura të mia, kryesisht peizazh. Janë të gjitha këto. Kam tentuar të bëj dhe portrete. Dhe nuk e di se kam arritur, po ishte një kënaqësi që të merrja pjesë në këtë ekspozitë. Gratë e shoqatës tonë janë gra shumë të zonjat, kanë shumë pasione, din të bëjnë shumë gjëra, dhe unë si antare bordit bëj një thirrje grave të kenë kurajon, të vinë, të provojnë, të bëjmë gjëra shumë të bukura, aktivitete të shumta, siç kemi bërë deri më sot, sepse aty shpalosin vlerat e tyre, se gruaja gjithkohon, siç e dim, me punë të shtëpisë, me fëmijë, familje, punë për të prurë të mirat materiale, kështu ka ngarkesë, po në shoqatën tonë, ato do të gjejnë një moment të rehatie, relaksi, ku të gjitha ato ndjenjat jo të mira, mund të them, pak të stresuara kur janë, mund të relaksojnë shumë bukur duke bërë këto aktivitete. Dhe kjo ishte një kënaqësi. Sot ne kemi dashur shumë të kënaqura nga kjo ekspozitë që organizoi Bashkia Vlorës. Dhe kjo ishte një promovim akoma më tej, siç kemi dalë në... Po jepni modelin tuaj në shoqëri. Po, patjetër. Një grua, një femër. Po. Po, për të shfrytzuar kohën e lirë dhe për të hequr stresin dhe për të dalë pak nga ajo rutina e përditshme, gruaja duhet të gjejë dhe pak kohë për vete. Kështu mendoj t'i dedikoj dhe vetes pak kohë që të ndihet mirë dhe të vazhdoj përpara. Mos ta quaj veten pasive, se deri në një farë moshe gruaja dhe burri njëkohësisht, po flas për gratë, sepse i quajnë veten pasive kur ofron mosha e daljes në pension, edhe fillon bëhet gjyshe, kështu. Ndërsa kur merret me këto aktivitete, gruaja ndihet akoma e re, aktive, dhe bën gjëra shumë të bukura. Keni luri për gratë në 8 mars? Për 8 marsin neve bëjmë një thirrje grave që secila nga gratë të shpalosi me dinjitet vlerat e saja dhe ta ngrësh zërin me forcë atje ku duhet, për të treguar dhe njerë se janë gra me vlera, me dignitet, dhe ecin përpara pa pasur nevojën dhe të forcës burit. Dhe vetëm mund t'ja dalin. Unë jam vetme, kam unë bashkëshortin, por e shikoj që po ja dal.